Që kafenes o Samir, do me thënë kam patë edhe 2-3 oferta, po kujtë kjo duk më interesanti. Tema më e prekshme, më e përditshme gjithë shqiptarëve, kudo që jetojnë. Temë që e hasim çdo ditë ne, e prekim çdo ditë, e flasim çdo ditë, e shijojmë apo nuk e shijojmë çdo ditë, na pëlqen apo s'na pëlqen neve, kjo është tema e cila shkurt është përditshmëria jonë. Ashtë i kënaqur Haxhiu me rolin e tij, mendon aktori tetovar që mesazhi është përçuar direkt tek audienca, duke ditur që shqiptarët njihen si mikpritësa. Unë nuk e di a ka ndonjë komb tjetër në botë si kombi shqiptar që e ruan traditën ka 1000 vjet apo 2000 vjet. Shqiptari thotë që shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Te asnjë popull tjetër kjo nuk është. Ka vlerë më të madhe, ka më shumë besë se sa kombi jonë, s'ka asnjë komb tjetër. Dhe me thënë, tash, ka përjashtime, nuk diskutohet, po jemi një komb me vlera, jemi një komb i ri, një komb që ka të ardhme shumë të madhe, kemi një rini fantastike, një rini që ka qa në çdo lëmi tjetër, sport, kultur, art, si gjithmonë. Politika do të bëjë shumë më shumë për këtë njerëz talentuar. Ai e përmendi talentin dhe se ndjehet krenar për të arriturat e bashkëbanuesve të tij. Por zotri Çamili hap zemrën e flet edhe për xhelozin si tipari theksuar mes kolegëve. Nuk e di, ka njerëz që janë xhelos, qofse unë marr një rol apo po e zor shembull të unë ose dikush tjetër merr. Edhe nëse kjo gjëja del e bukur në projekt ose çfarë do qoftë teatr apo film apo kur qoftë, ka njerëz që xhelozojnë, nuk e vën dyshim. Po xhelozia është mirë, në këtë zanatin tonë xhelozia është tjetër për të mirë, që më kaloj mua ose ty, ose ta bëj akoma më mirë një diçka. Kjo për mua është xhelozi e lezetshme, e këndshme. Po mbi gjitha ne, si aktor, kështu jemi, kështu brumi, kështu prerje jemi. Si reagon ndaj padrejtësive? Për shembull, ka ndonjë për njerëz që për arsye personale të është refuzuar një rol ose një diçka që i ka refuzuar, të kanë në vendin tënd të kamarë të tjetër. Po sigurisht që ka ndodhur. Kur gjo, nuk kam reagu keq, e di se po më ka ndodhur 2-3 herë kështu gjëra, mos më shumë. Tash i dallaveret ekzistojnë, ajo nuk diskutohet. Po sigurisht që flas. Sigurisht që flas. Më ka ndodhur kështu gjëra, në fillimisht më ka ardhur natë, pastaj e kam menduar se ndoshta kështu ka qenë e shkruar, se unë jam njëri që besoj shumë në Zot, edhe i duruari i fituari. Çka kanë të bërë bashkët Haxhiu me Muz Bajdinin, e tregon vet aktore. Asgjë s'kam përbashkët me atë rol. Shumë sinqerisht të them, unë jam komplet natyrë ndryshe, më beso, komplet ndryshe. Gjithçka jam ndryshe. Gjithçka. Ai po ashtu mendon se Kosova mban vendin e parë dhe i ka hije për organizimin e evenimenteve kulturore e po ashtu prodhimit të filmave e serialeve. Sigurisht që Kosovë prodhohet shumë më shumë. Shumë më shumë. Në Kosovë shumë gjëra janë më përpara se sa në Maqedoni, sa i përket produksioneve. Ka shumë më shumë televizione, kanë shumë buxhet. Këtu televizionet private shqiptare nuk kanë ndonjë buxhet sepse mvaren prej reklamave, shteti nuk i ndihmon. MTV-ja ka 2-3 vite ose TV-moja në gjuhën shqipe. Dyshi ka filluar përçapjet e saj për të bërë diçka pak gjërat kanë ecur, kanë lëvizur, po jo deri në atë se sa duhet. Shpresojmë se gjërat do të ndryshojnë. Ne kemi shumë aktorë të mirë, kemi shumë regjizorë të mirë. Mungojnë vetëm financat që të bëhen gjëra të bukura, si kudo që bën ndër shqiptar. Po Kosova sigurisht që në trojet shqiptare mba vendin e parë. E duke cilësuar aktrimin si profesion fisnik që kërkon vullnet e guxim për ta bërë. Aktore ka një mesazh për të rinjët që synojnë të bëhen artist. Për të motivua, po mungon guzimi, lirisht le ta fillojnë, le ta provojnë. Nëse e provosh, nuk do të thotë se humbësh. Me thënë tani, momentalisht në Europë është bërë trend që një vit të ri të pushoj ta mendoj se cilin drejtim do ta marri, që
qoftë aktrimi, qoftë regjia, qoftë juridiku, ose kushdo qofshi, njerëzit e provojnë. Nuk do të thotë se humb një vjet apo dy,